Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Miku çudit botën, nëse keni aloe vera në shtëpi, nuk do vuani kurrë nga këto sëmundje. Bim aloe vera është një ndër bimët më të shëndetshme në planet. Ajo rritet me bollok në klima tropikale dhe është përdorur prej shekuj si një bim medicinale. Lëngu i aloe verës është një lëng i trash i përftuar njëkohësisht nga bima dhe është e njohur zakonisht për të trajtuar djegjen nga dielli, por edhe pirja e këtij lëngu ju ofron një numër të madh benefitesh të tjera shëndetësore. Lëngu përftohet nga bluarja e tërfletës së aloe verës dhe duke e vendosur dhe e filtruar lëngun në disa mënyra. Këtu ne do t'ju paraqesim të gjitha përfitimet shëndetësore që ofron ky lëng. Hidraton, ju mban të shëndetshëm, ndihmon në kapsllok për lëkurë të pastër, ndihmon gjithashtu edhe në qetësimin e sistemit të tretjes dhe përdoret shumë për mirëmbajtjen e flokëve dhe lëkurës. Nëse ju i doni bimët, një aloe vera duhet të jetë me patjetër në shtëpinë tuaj. Për më tepër, ajo është edhe e lirë. Edhe pse aloe vera është shumë e bukur për dekorin tuaj, është gjithashtu shumë e mirë edhe për shëndetin. Për ju që nuk e dini, aloe vera është një përbërës shumë i rëndësishëm i ilaçeve të ndryshme të kozmetikës, prandaj ju duhet që të vendosni me patjetër një bim aloe vera në shtëpinë tuaj dhe hiqni her pas here një kërcell për ta përdorur në këto trajtime natyrale, si për shembull, trajton në zbokthin. Nëse vuani nga zbokthi, një maskë e përgatitur vetë me aloe vera do ta rregullojë një herë mirë këtë problem. Prisni një kërcell të gjatë me aloe vera dhe me një lugë nxirrni xhelin që ajo ka brenda. Vendoseni më pas xhelin në një tas. Shtoni 2 lugë balsam dhe 1 lugë vaj ulliri dhe 1 lugë vaj kokosi. Këtu ju duhet që ta përzieni atë derisa të formohet një pastë dhe përhapeni më pas në lëkurën e kokës. Lëreni për pak kohë dhe më pas lajini flokët. Zbokthi mundet që të përmirësohet ose të zhduket plotësisht. Efektive kundër puçrave. Aloe vera përmban njëkohësisht shumë minerale dhe ka një efekt antibakterial. Si rezultat, xheli i bimës ndihmon gjithashtu për të hequr qafe puçrat. Ju lehtë mund ta bëni vetë larjen e fytyrës. Vendosni 2 lugë xhel aloe vera në një tasë dhe shtoni 2 lugë qumësht bajame dhe 2 lugë lëng limoni. Masën më pas aplikojeni në fytyrë, pas disa minutave shpëlajini atë me ujë të vakët. Kuron plagët. Aloe vera mundet që të shërojë plagët shumë shpejt. Sipas ullumtimit, lëngu i bimës aloe vera bën që plagët e vogla të shërohen edhe shumë shpejt. Ju mund të vendosni xhelin e bimës së aloe verës në një blender për të krijuar një lëng më të hollë. Pastron make-upin. Në qoftë se ju keni një lëkurë të ndjeshme, mund të jetë tepër e vështirë që të gjesh një pastrues makjazhi që nuk të irriton. Mos kërkoni shumë nëpër farmaci, por thjesht përdorni xhelin e aloe verës. Vendoseni xhelin në një copë pambuku dhe butësisht hiqni makjazhin nga lëkura juaj. Bëni një gargar. Një studim i vitit 2014 i botuar tregon se mund të përdorni aloe vera si një gargar. Bima përmban një dozë të mirë të vitaminës C, e cila parandalon prodhimin e pllakave. Aloe vera gjithashtu mundet që të ofrojë lehtësim edhe në qoftë se ju vuani nga mishrat e dhëmbëve të ënjtur. Aloe vera është një bimë e cila prej shekuj është konsideruar si bima e përjetësisë për shkak të vlerave të saj të jashtëzakonshme. Kjo bimë ka përbërës antibakterial, antiviral dhe njëkohësisht kundër mykut, të cilat ndihmojnë sistemin imunitar që të pastrojë trupin nga toksinat dhe nga patogjenët
pushtues, dhe megjithatë vetite e lëngut dhe tulit ose siç njihet gjeli të aloe verës nuk mbarojnë këtu. Aloe vera ka plot enzima dhe minerale të cilat bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të fuqizuar metabolizmin. Aloe vera ka kalcium, magnez, zink, krom, selenium, fosfor, hekur, kalium, bakër dhe mangan. Aloe vera ka në përmbajtjen e vet enzima të rëndësishme, të cilat ndihmojnë me tretjen duke zbërthyer të gjitha molekulat e yndyrës dhe sheqerit, por edhe reduktuar inflamacione të ndryshme. Sipas studimeve, aloe vera përmban vitaminën B12 e cila është e nevojshme edhe për prodhimin e ruazave të kuqe. Ky është një lajm i mirë, sidomos për vegetarianët të cilët nuk arrin që të marrin mjaftueshëm vitamina A, C, E, B1, B2, B3 dhe B6 dhe acid folik. Si të përgatisni ju lëngun e aloe verës në kushte shtëpie? Mund të duket tepër e vështirë, por në fakt gjethet e bimës mund të japin këtë lëng edhe në një mënyrë tepër të thjeshtë. Këtu ju do të gjeni të detajuar të gjithë procesin e përgatitjes së lëngut të aloe verës. Pritini gjethet sa më pranë pjesës kryesore. Gjethet ndahen në gjysmë sipas gjatësisë. Siguroni që ta keni hequr cipën nga gjethet, pasi cipa e jashtme është njëkohësisht tepër e rëndë për stomakun tuaj. Më pas, nxirreni xhelin e aloe verës nga gjethet duke përdorur një thik. Pjesën e xhelit që keni përftuar i vendosni në mikser. Shtoni 2 gota ujë, lëngun e një limoni dhe përpunojeni për 30 deri në 45 sekonda. Filtrojeni lëngun që ta pastroni nga çdo fibër e tepërt e cila mund t'ju ketë kaluar gjatë heqjes së cipës. Lëngun ju mundet që ta pini njëkohësisht edhe veçmas, ose mundet që ta kombinoni edhe me lëng portokalli ose të shtoni edhe limon jeshil. Për ta ruajtur mjafton që ta hidhni në një shishe qelçi dhe njëkohësisht ta mbani në frigorifer dhe ta pini atë të freskët. Sasia e rekomanduar e konsumit të xhelit është 10 gram në ditë. Gjithashtu, aloe vera qetëson lëkurat delikate. Xheli aloe verës është një mënyrë trajtimi kundër puçrave apo akneve. Ju duhet të përzjeni një lugë gjelle xhel aloe vera me 2 apo 3 pika lëng limoni. Aplikojeni atë në fytyrë dhe lëreni ta përthith për rreth 30 minuta. Qetëson lëkurën nga djegjet e diellit. A e dinit se aloe vera mund të përdoret edhe si një hidratues për lëkurat e thata? Ju mund të aplikoni xhelin e bimës direkt mbi lëkurën tuaj dhe të mos keni nevojë të përdorni as edhe një lloj krem tjetër hidratues. Trajton lëkurën pas pickimit të insekteve apo inflamimeve. Parandalon plakjen e lëkurës në nivel qelizor. Ju mungon shkëlqimi rinor. Ndoshta keni nevojë për një trajtim me 5 yje në kushte shtëpie. Kombinoni gjysmë lugë çaj me vaj ulliri, një lugë çaj aloe vera dhe një lugë çaj tërshër. Aplikojeni këtë pastë në fytyrën tuaj dhe lëreni për 30 minuta. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!